Në errësirën e ndritur. Nuk filloi si diçka e planifikuar. Ai kishte qenë mik i dashur për 4 vjet. 4 vjet të gjitha letrave të shkruara në shtëpinë e mesme, të telefonatave në orë të çuditshme, të qeshurave në kuzhinën time të vogël. Ai, Sokol, me sytë e gjelbër që ndërronin ngjyrën me humorin e tij, unë Ela me librat dhe kafe të pafund. Sot nëna ime kishte shkuar në fshat për disa ditë. Unë kisha përfunduar provimet dhe Vera kishte ardhur me gjithë ngrohtësinë e saj të pamëshirshme. Ai erdhi, një filxhan kafe dhe për të parë një film që kishim folur për javë. Është shumë nxehtë, ankohem duke tundur flokët larg qafës. Nuk funksionon as ventilatori. Sokoli buzëqeshi. Mësimi i gjeografisë i klasës së 9, Vera në Shqipëri. Heshtja në dhomë nuk ishte e pazakontë. Ne kishim llojin e asaj miqësie ku heshtjet ishin po aq të qarta sa fjalët. Por sot heshtja ndjej ndryshe, e trash, e nxehtë si ajri që na rrethonte. Kur filmi filloi, ulëm në njërin skaj të divanit, ai në tjetrin, gjysma e rrugës. Kufiri ynë i pasbritshëm, i respektuar, pas një diskutim, por atë natë gjërat ndryshuan pak nga njëra. Një orë më vonë, ndërsa në ekran zhvilloi një skenë emocionuese, dora ime ra aksidentalisht mbi të tijin. Zakonisht do ta tërhiqja menjëherë me një më fal, por sot ndjeva nxehtësinë, pulsacionin nën lëkurë dhe nuk e tërhoqa. Ai nuk lëvizi, vetëm gishti i tij i madh lëvizi pak, duke prekur lehtësisht dorën time. Ajri u bë i pamundur, çdo frymë që merja ndjehej si e nxehtë dhe e munguar, dhe unë e dija, me një siguri primitive se isha në prag të diçkaje që të ndryshonte gjithçka. Ela, tha ai me zë të ulët, pa e kthyer kokën nga ekrani. Po, zëri im doli i kputur. Ti e di që ai ndaloi duke përpjekur të gjej fjalët. Që ti më pëlqen shumë apo jo? Kjo nuk ishte lajm. Ne kishim kërcikuar rreth kësaj për vite. Fjalë të dyfishta, shikime që zgjateshin shumë, përgjigje që nuk u dhan kurrë. Unë fillova, por fjalët më munguan. Ai më në fund u kthye dhe sytë e tij të gjelbër ishin të errësuar, serioz. Unë nuk dua të humb këtë miqësi, por po vdes pak çdo ditë që jam pranë teje dhe nuk të prek. Dora ime u kthye përmbys dhe gishtat tan u gjetën, jo aksidentalisht, me qëllim. Unë gjithashtu përshpërita vetëm 2 fjalë, por ato çliruan diçka në ajër. Ai lëvizi ngadalë duke afruar pa i hequr syt nga imi. Kur buzët e tij më prekën, ato të mijat ishte jo si një puthje, por si një vazhdim i një bisede që kishim pasur gjatë gjithë këtyre viteve. Puthja filloi butë, pyetse. Pastaj thelloi dhe dora ime u ngjit në faqen e tij duke ndjerë rrudhat e buzëqeshjes që njihej aq mirë, tani të tendosura nga dëshira. Kur u tërhoqën për të marrë frymë, ai e vuri ballin e tij në timin. A je i sigurt? Pyeti zëri i tij i ndjerë, i dheur nga emocioni. Në vend të përgjigjes, unë e përqafova, duke i tërhequr trupin e tij mbi timin. Pesha e tij, nxehtësia, ndjesia e të qenit të mbuluar plotësisht prej tij, gjithçka ishte si të hidhesha në ujëra të thella dhe të ngrohta. Së bashku ngadalë me një respekt që më shpëtoi frymën, ne hoqëm rrobat tona, jo me nxitim, por me një adhurim të ngadalt, secili centimetër i zbuluar u prek, u pu, u admurua. Kur ishim plotësisht të zhveshur, ai ndaloi vetëm për të më parë, dhe shikimi i tij më dha ndjesinë se isha më e bukur se çdo gjë që kishte parë ndonjëherë. Je kaq e bukur, përshpëriti dora e tij duke rrëshqitur përgjatë kofshës sime. Më trembën gjunjët. Edhe unë rrëfeva duke tërhequr dorën e tij lart përgjatë barkut tim drejt gjoksit tim. Kur ai u shtrimbi mua, përsëri ndjeva gjërat fizike, ngushtësia, pesha, nxehtësia, por më shumë se gjithçka tjetër ndjeva emocionet, tmerri dhe shpresën, dashurinë dhe frikën, të qenit plotësisht e hapur dhe e pambrojtur. Ai hyri brenda me një lëvizje të ngadalë, të matur, duke i dhënë kohë trupit tim të përshtatej. Edhe kur ai ishte plotësisht brenda, një ndjenjë e çuditshme më pushtoi, një ndjenjë e plotësisë, si të kisha gjetur pjesën time që mungonte, por edhe një ndjenjë të thellë të dobisë, sepse tani ai kishte akses në çdo pjesë të imja. Ai ndaloi duke u mbështetur në krah. Atë dhemb? Pyeti me shqetësim. Jo, përgjigja duke u tërhequr përsëri më afër. Vazhdo të lutem. Lëvizjet e tij filluan të ngadalta, ritmike.
çdo hyrje dhe dalje ndjehi si një fjalë në një gjuhë të re që po mësonin së bashku. Dora ime gdhendi shpinën e tij, duke ndjer muskujt që tërhiqen dhe relaksohen. Buzët e tij gjetën qafën time dhe kur i kafshoi lehtësisht, një val dridhjesh më përshkoi. Nësa ritmi i përshpejtohej, ndjesit u bën më intensive. Drita në dhomë, një abazhur i vjetër i nënës, duke që pulsonte në kokë me ne. Pastaj pa paralajmërim ndodhi. Kur ai hyri më thellë brenda meje, duke më përqafuar fort e duke përshpëritur emrin tim në vesh, diçka e çuditshme ndodhi me shikimin tim. Së pari skajt e fushësime vizive u zbehan, pastaj ngjyrat u bën më intensive, e kuqja e qilimave, e verdha e dritës dhe pastaj kur një vale jashtëzakonshme kënaqësie filloi të ndërtohet brenda meje, e pamja filloi të errësohej. Është në rregull, pyeti ai duke ndaluar. Po, rëndova duke kapur për krahu. Mos ndalo, është shumë. Drita e dhomës u errësua plotësisht, jo si kur u mbyll syt, por si të futesh në një dhomë të errët. Por çuditërisht nuk isha e friksuar. Në errësirën, atë ndjesitë e mia të tjera u bën të mprehta. Mund të ndjeja çdo lëvizje të tij me një qartësi të jashtëzakonshme. Mund të ndjeja nxehtësinë e lëkurës së tij kundër timit, ritmin e zemrës së tij që rrihte kundër gjoksit tim, dhe lagështinë e vogël midis trupave tanë. Unë nuk mund të shoh, shpërita. Atë dhemb duhet të ndaloj. Zëri i tij ishte plot me shqetësim. Jo, përgjigja, duke i kapur fytyrën me duar. Është e bukur, mund të ndjej më mirë. Dora ime i gjeti buzët e tij dhe unë i putha në errësirë. Ai u përgjigj. Dhe këtë herë puthja ishte më e urgjentshme. Lëvizjet e tij rifilluan dhe tani në errësirën e plot çdo ndjenjë ishte e zmadhuar. Mund të ndjeja saktësisht çfarë po ndodhte në trupin tim, çdo muskull që të kurret dhe çliron, çdo nerv që ndizet, çdo val kënaqësie që përhapet. Dhe kur orgazma më goditi, ajo nuk erdhi si një përshtypje vizuale e shkëlqimit, por si një përmbytje e plot, sensoriale, një përmbytje e tingujve, rënkimet e mia, të cilat nuk i njihja, erërave, djersa e tij e përzier me timen, prekjeve, duart e tij që më shtrëngonin fort dhe shijes, kripës në buzët e mia. Kur gjithçka përfundoi, ai u porrun mbi mua duke marrë frymë me vështirësi. Ela, tha, zëri i tij i mbushur me shqetësim. Drita po kthehet, shpërita dhe me të vërtet gradualisht si një fotograf që zhvillohet drita e dhomës u kthye. Së pari në formë hijesh, pastaj në forma dhe më në fund në ngjyra. Ai ngriti kokën dhe sytë e tij të gjelbër shikuan me shqetësim në sytë e mi. Çfarë ndodhi? A je në rregull? Kam këtë që kur isha e vogël, rrëfeva duke e fshirë djersën nga balli i tij. Kur ndjenja është shumë e fortë, shikimi im bëhet i errët për një moment. Mjekët thonë se është e parëndësishme. A ndodh gjithmonë? Pyeti ai duke u kthyer në anën e tij dhe duke më tërhequr pranë. Vetëm me ndjenja të forta, përgjigja duke e përqafuar. E kam pasur vetëm disa herë në jetë. Ai më puthi në ball. Dhe tani, tha unë, duke u përpjekur të gjej fjalët, ndjehem si të kisha arritur një vend të ri, një vend ku nuk ka nevojë për sy për të parë. Ai heshti për një moment, duke më përqafuar fort. Mund të dua, tha më në fund. E di që kjo është shumë e shpejtë për të thënë, por unë gjithashtu të dua, e ndërprita. Por nuk është e shpejtë. Ne kemi ditur këtë për 4 vjet, thjesht sapo e kemi pranuar. Atë natë, ndërsa flinim të përqafuar në errësirën e dhomës, mendova se ndoshta syrit nuk na duheshin për të parë gjërat më të rëndësishme, sepse në atë të vërtet pash për herë të parë thellësinë e ndjenjave tona, dhe kjo ishte pamja më e bukur që kisha parë ndonjëherë.